Përshëndetje të nderuar teleshikues. Kemi menduar që në një rubrikë të veçantë t'ju njohim me disa nga bimet mjekësore shqiptare. T'ju njohim me fuqinë e tyre shëruese dhe me të vërtet siç janë këto misionare të shëndetit ton, ne të flasim pak për veçoritë e tyre, pak në vendet ku ato rriten dhe gjithçka shumë e koncentruar. Nëse do të shikojmë relievin e vendit ton, ku ka mikrorelieve të shumta, aty rriten mbi 3500 deri në 3700 bimë shëruese shqiptare, shkurre, kërpudha e të tjera. Por këto xhevahire shëndeti na del ne për detyrë që t'i promovojmë pranë këtij ekrani modest, që njerëzit të krijojnë një njohje të thellë për to. I del brezi të ri që t'i përhapi anë mban botës këto shëruese ëngjëllore shqiptare. Bimët kurative ardh nga lashtësia dhe zun vend në ditarin tim. Mendimin e fshehtë ma përndezën dhe dijes time i dhan kuptim. Mos vallë gjethet flasin gjuhën e natyrës, apo mos vallë lulet çelur herët në agim, kaq pranë dhe afër i kam sa lën gjurmë në vargun tim. Me këto pak vargje, le të japim udhë të mbarë kësaj rubrike tepër interesante. Le ta quajmë këtë rubrikë një dritare nga ku ne të shikojmë natyrën shqiptare dhe mikrobotën e mbretërisë së bimëve shqiptare. Le të vazhdojmë me bimën e parë. Aguliqja, me emrin e saj shkencor Primula e veris, është një bimë e cila me petalet e saj të verdha, e ngjyrë floridi, hieshojnë vendin dhe relaksojnë trurin, mushkrin dhe zemrën. Dhe këtë e themi me bindje të plotë. Kjo bimë barishtore, e cila është një bimë shumë vjeçare, rritet kryesisht në zonat malore, aty ku ka toka gëlqerore të lehta, në përpyje, në lëndina dhe kodrina. Kryesisht parapëlqen vendet me lartësinë mbi 850 metra mbi nivelin e detit, quhet ndryshe lulja e gishtit për faktin se në një bisht të lules afërsisht vendosen 5 lule me nga 5 petale secila. Lartësia e këtij bishti të lules mund të shkojë nga 10 deri në 30 cm, ndërsa sistemi i saj rrënjor gjufkor, këtë po a theksoj që ta mbani mend. Ka një sistem rrënjor gjufkor, rrënja është me një ngjyrë si të zbardhur të lehtë, ka gjethe vezake e cila ngushtohet si thua në afërsi të bishtit, po kështu edhe nga maja, dhe gjethja është e tëra e mbuluar me push. Kërcelli i kësaj lules mbajtëse është më i gjatë se gjethet, ka një push të cilin e ka me të vërtet me një funksion shumë të rëndësishëm. Kjo bimë, që është edhe e ëmbël, nuk lejon që ai pushi nuk i lejon këto insektet që të ngjiten në kërcellin e tij dhe i mban sa më larg nga insektet, në mënyrë që ato të mos ngjitin trombet e tyre dhe të thithin atë lëngun e ëmbël ushqyes të lules aguliqes dhe ta lënë që ato mikroelement të depozitohen te këto petale që janë në ngjyrë të verdhë si squfuri, me një aromë të spikatur që as në një laborator më modern të kohës nuk mund të pikaset, nuk mund të kopjohet aroma e kësaj bime. Dhe njëkohësisht ka në brendësi të saj aq sheqerna sa njeriu nuk ka nevojë që këtij çaji t'i hedhi suplemente, sheqer ose edhe mjalt. Theksuam për rrënjët që janë në ngjyrë gati të bardhë dhe xhufk për faktin se rrënjët e saj janë shumë të dobishme për organizmin e njeriut. Aty gjenden sapunine, triterpene me veti anti-inflamatore dhe analgjezike që qetësojnë dhimbjet, me një aktivitet të fuqishëm ekspektorant nxjerrës të sekrecioneve nga mushkrit. Shumë e dobishme për organizmin ton, jo vetëm si një qetësues, por edhe për pastrimin e mushkrive. Në lulet e aguliqes gjenden me të vërtet glikozidet fenolike, primeverin dhe primula e verin, nga ka marrë edhe emrin primulae, sheqernat të identifikuara në lule dhe flavonoidet. Flavonoidet
është një grup i madh antioksidantësh që ofron përfitime të mëdhaja shëndetësore si zvogëlimi i rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Pra, kjo lulja që neve kemi mbi tryezë është e mrekullueshme për të shmangur, si thua, ato gulqimet e zemrës, ato shtrëngimet e saj, ose në ato raste kur me të vërtet krahu i majt neve sikur na shtrëngon dhe na dhemb. Sëmundjet e mushkrive, pra koll, sekrecione, viroza të ndryshme e kështu me radhë, jep një ndikim të mirë, sidomos në luftimin e kancerit të mushkrive, në sëmundjen e Alzheimerit, një qetësues i mrekullueshëm i sistemit nervor. Ekspektorantet kundër kollës dhe analgjezikët dhe antiinflamatorët sot në Europë, në ato qendrat e kërkimit shkencor, po punohet për të thelluar eksperimentimin dhe studimet krahasuese për rolin që luajnë rrënjët e aguliçës, për astmën, kundra alergjive, dridhjeve të duarve, epilepsive dhe Parkinsonit. Gjithashtu, studimet janë premtuese edhe për sëmundjet e alergjive, të puçrave në lëkurë, dhimbjeve reumatizmale, shtrëngimeve ose ngërçeve në zemër e kështu me radhë. Pra, një bimë e vogël me plot veti të fuqishme kurative. Dhe le të ecim pak e nga pak se si mundet që kjo bimë e veçantë ose e kombinuar, e gërshetuar edhe me bimë të tjera të na i plotësoj më së miri këto kërkesa për organizmin tonë. Le të ecim më tutje. Në qoftë se ne do të marrim dhe do të hedhim afërsisht në një xhezve 3 gota ujë dhe do të shtojmë në të sa të kapi dora 2 të tila, të vlojnë afërsisht 1 deri në 2 minuta, t'i lënë 10-15 minuta që bima të ftohet së bashku me çajin, kullojmë çajin dhe nga kjo neve do të pijmë afërsisht 3 gota çaj gjatë ditës. 3 lugë gjelle ose 2 të kapura duarsh në 3 gota ujë të zjenj 2 minuta. Çaj pihet gjatë ditës. Por le të vazhdojmë më tutje me vetitë e saj për qetësimin e sistemit nervor dhe për një gjumë të qetë. Atëre mund të veprojmë kështu. Në 0.5 litër ujë zjejmë 2 minuta 1 lugë aguliçe. Për shembull, kaq do të ishte e mjaftueshme. Do të hedhim bar blete, Melissa officinalis, do të hedhim afërsisht 3 deri në 4 gjethe ose 1 lugë gjelle. Në rastin konkret, mund të veprojmë kështu. Ja, kaq është e mjaftueshme. Do të shtojmë pak kamomil, nëse do të kemi tashin ose pak valerian, ose nëse kemi ginkgo biloba, për shembull 2 deri në 3 gjethe ginkgo biloba, edhe kjo është e mrekullueshme për qetësimin e sistemit nervor, duket si e ndarë, si një gjethe me vërtet e ndarë në mes këtu, por që puthen diku pranë bishtit të tyre. Atëhere, edhe këtë, pak livando dhe këtë çaj neve mund ta pijmë në darkë pas buke dhe para gjumit. Do të vëmë re që gjatë natës personi do të ketë një gjumë të qetë dhe shumë të rehatshëm. Por jo vetëm për këto problematika që neve përmendëm deri tashi, për pastrimin e mushkrisë, pra thjesht një çaj me aguliçe më vete, dhe për qetësimin e ankthit dhe të stresit. Le të vemi tashmë për përdorimin e aguliçes së bashku me murrizin lule dhe frut, të zjera afërsisht në 3 gota ujë. Atëre mund të veprojmë kështu. Hedhim në një xhezve 600 ml ujë. Shtojmë aty 1 dorë me aguliçe. Shtojmë 1 dorë me murriz lule. Që të dyja këto fuqizojnë veprimin e triterpeneve dhe efektin zgjerues të arterieve dhe të venave dhe më japin pa dyshim atë qetësimin e organizmit. Mund të shtojmë te këto të dyja hithra afërsisht, hithra ose do të marrim për shembull
nëse i kemi të njoma 4-5 gjethe hithrash, ose do të marrim për shembull një lugë gjelle me hithra, shtojmë radhiqe të grimcuara tek çaji dhe lule shtogu. Atëherë do të vëmë re se ky çaj do të jetë i mrekullueshëm për të qetësuar dhe për të përmirësuar pulsin, tensionin dhe të rraurat e zemrës. Njëkohësisht mund të shtonin për shembull tek kjo ndoshta edhe petalet e shegës, tonifikojnë pulsin e zemrës. Mundet që të tregojmë një formulë tjetër ku aguliqja së bashku me rrejnë e sanzës me murrizin mundet të përzihen dhe të ekstraktohen me verën e bardhë. Atëherë si do të veprojmë? Lajm ose i pastrojmë verën e bardhë 50 gram, sanza Gentiana lutea 10 gram, rrënjë të pastruar mirë, murriz lule afërsisht 30 gram. I hedhim në një enë, i shplaj mirë, hedhim pas shplarjes një shishe me verë të bardhë. E mbyllim vazon me verën dhe bimët, i lëm 15 ditë, duke përzier her pas here 3 deri në 4 herë në ditë. Mbas ditës së 15, kullojmë ekstraktin, bimët janë maceruar plotësisht, marrim ekstraktin dhe pim 3 deri në 4 lugë gjelle në ditë nga ky ekstrakt. Është i mrekullueshëm për tonifikimin e punës së zemrës. Ne përmendëm që lulja e aguliqes mund të përdoret edhe për sëmundjet e lëkurës, ku një vend të veçantë zën ato të alergjisë, psoriazis dhe dhimbjet e kyçeve. Si mund të veprojmë praktikisht? Mundet që të marrim afërsisht një lugë gjelle me aguliqe ose një dorë. Mund të marrim petale trëndafili afërsisht një dorë. Mund të marrim të hedhim tek këto bimët pak lëvore shelgu. I zijim afërsisht 2-3 minuta dhe me këtë çaj neve bëjmë shplarjen e vatrave të irrituara të lëkurës nga psoriazis, ose në fund këto lulet i vendosim ashtu si llapa mbi zonat ku lëkura ka filluar që të plasaritet. Këto janë disa nga përdorimet, por të shumtat ju përsëri mund t'i lexoni në një libër që ne kemi përgatitur me bimët mjekësore. Duhet të theksojmë diçka. Kujdes, aguliqja përmban nivele të larta të acidit salicilik, ashtu siç i përmbante edhe lëkura e shelgut, që këto të dyja së bashku me njëra tjetrën, kur ne i përdorim, fuqizojmë efektin sidomos në luftimin e psoriazit. Në rast se një person ka alergji nga aspirina, atë ai nuk duhet ta përdori. Pra e theksoj me shumë kujdes. Niveli i lartë i acidit salicilik bën që njerëzit me alergji nga aspirina mundet që t'ju rishtoj alergjin. Ata nuk duhet ta përdorin. Në të gjitha rastet e tjera, përdorini pa asnjë hezitim këtë mrekulli të natyrës që e kemi në dorën tonë. Është ndër lulet e para që çel pasi dëbora shkrin në këto maja malesh. Mirupafshim në emisionin e radhës.